po du me u kthye një kumbeta. Albin Kurti nuk ka lënë gjë, e ka kundërshtu pavarësinë, e ka shoh këtë shtet, e ka marrë flamurin e Kosovës, aktivistat e tij e kanë gjuar edhe në tualet, e kanë gjuar flamurin e Kosovës, Lara, drita, për çka për marrë pushtet. S'ka lënë gjë pa keq përdor për marrë pushtet. Edhe dalin flasin njerëz që përkrojnë Albin Kurtin, thonë zonja Osmani që nga oportuniste karrieriste. Po është karrieriste edhe shumë mirë që është karrieriste, sepse neve na vjen politikan që krahas karrierës vetë çojnë përpara edhe shtetin. E jo që zojnë shtetin, e ndrythin shtetin, e dojnë me eliminua edhe shtetin për karrierën e tij që siç bën zoti Kurti. Jo asaj që ta shpërbajnë kuvendin mirë kushtetuese, jo më nuk e ka bën mirë kushtetuese. Albin Kurti, se ke marrë këtë të gjuhë, se po duhen për mbaru Kalim. Nuk është vendim një kushtetues, kushtetusja, unë e kam thënë, po se pas ka lexuar shiqare. Ai thot, në raste, në këtë rast specifik, ku kuvendi nuk i ka pas 60 ditë, po ja japim Albin Kurtit edhe 34 ditë. Unë mendoj që ku kanë edhe dobësi gjykatës, s'dosh më dhona 30 ditë. Në të ardhmen, sepse ato afatet kushtetuese janë të vlefshme. Absolutisht zonja Osmani nuk e ka shkel kushtetutën. Jo, nuk është dom, nuk është dom. Absolutisht nuk është dom. Viktor Mestan bëre lutem. Absolutisht Albin Kurti kur e kuptoi se s'po mundet me zotnu, nuk po mundet me zotnu edhe presidencën. Albin Kurti kur e pa që nuk po mundet me mbri në Amerikë, atje edhe të tropi, atër a e kolli shtetin. Ishte u kalke dy joja, Albini për shka është, është edhe e për dështë vitin. Parem, në një telefonat të Trumpit, një komunikim me Trumpin, Albin Kurti rëzoj dhe qeverinë e ti 52% më mundu mi marrë 80%. Që kjo është situata? Dhe me dojnë ti me bat njëtat krasim, ose me dojnë me një standart tjetër me vlerësu Vjosa Osmanin, e me një standart tjetër Albin Kurtin, më vjen keq, po në publik nuk do kësh mirë, sepse qytetarët janë të e pa këtë gjë. Ajo për çfarë duhet flas Leo për adherimet. Nëse do të më pa se ku qëndron fryma, edhe nëse do të më pa se ka po ec elektorati, më duhesh me pa adherimet se ku po shkojnë. Deri tash kemi pa fushat dhe kemi pa adherimet të zonja Osmani. Kjo tregon që edhe deputatët të cilët janë pjesë e kuvendit të Kosovës, edhe të PDP, cilët janë pjesë e kuvendit Kosovës, po dhe... Që nuk e që kanë dalë jashtë shumë struktura të veta ose njerëzve të afërt, as Vjosa Osmani as PDK-ja, po megjithatë ka njerëz të cilët tre deputet pushtetit në praktikën dhe ka njerëz nuk janë indikator që kemi pas sukses. Ta mbaroj. Për shembull adherime kanë pas partitë opozitore. Jo, ka pas shumë këtë, i marrë shumë beso, nuk ka pas që si fryme e ndorës. Nuk sa po është do të jenë deputat. Do të jenë deputat. Do të jenë deputat. Do të kush po polpja për më nërmolin. Po ne më shenë konë për muna me folë. Po ti s'po zonë të përmens, për pranë që e kom kolegë me to. Amon, vështë ta para i lekë. Po ta shkëmë të përmens, pare. Do jo dhoj diçka Jo, po du me thonë që nuk është indikator që kime pas sukses adherimet. Jo, më ndoj që është adherime partitë opozitore kërejt kanë pas. Na veç që tu i kena diskutu listat sa të mira i kanë pas partitë opozitore për fshirë dhe Ermal Sadikë. Ka që nga kujtove me ta përdan shpesh. Jo, tregon që ka një frymë dhe ka një besim të zonja Osmani, sidomos pjesë të njerëzit të cilët kanë qenë më edhe më herët pjesë e listës së saj në vetëvendosje. Pa hezitim po e praktikën dhe po kthehen. Pa hezitim edhe po kthehen, kjo tregon që kanë edhe besim të zonja Osmani, edhe tregon që lista e zonjës Osmani sinqerisht nuk po flas, nuk po duam të përfshias po dikon as lidhën këtë rast, po flas vetëm për zonjën Osmani, tregon që po ju jep shpresë edhe po tregon që ka një frymë rritje edhe ka një elektorat të madh që do ta marrë pas drejtës. Okej, edhe po këta janë njerëz shëtitës, këta kanë qenë shëtitës, domethënë për partitë ndryshme dhe normal janë oportunista politika ku ta dione, edhe sigurisht që besojnë unë besoj që kanë qenë Rashite për shembull, kanë qenë so parti kanë disa parti. Po kanë qenë unë besoj fuqishëm se këta edhe kur kanë qenë në Guxo, kanë qenë deputet të Vjosa Osmani. Ama ata që nisën ata direkt Manastir Çaj, më të ndershëm. Suni gjejnë kërkon. Ata që rezistojnë mos me dorë të Vjosa direkt. Pa u ditë çka po ndodh me fatin e Vjosa Osmanit. Pa u ditë a do të bëhet presidente ajo. Unë kam ditë se këta do të jenë krah Vjosa Osmanit.
Do me thonë edhe komunikimet e brendshme e kam shprehket dhe pa diskutim që E keni ditë ta 300 të dolë në më herë? Unë e kam ditë. A lidhe e ke parandi? Unë e kam ditë edhe e kam përçu mesazhin tek strukturat adekuate. Po, do me thonë këta dihet. O ditë që e kanë më dalë, unë nuk e shoh si frym këta, e shoh do me thonë thjesht Vjosa Osmani kam rrit disa figura që i ka pas vetat, mi pas çati. Do me thonë, unë nuk e besoj që këta kanë mi marrë, që shpreha në fillim të emisionit, nuk e besoj që kanë mi marrë çato vota që i kanë marrë në Dorë të kisha u dalë shumë e suksesshme. Ose o kanë numër 2. E keni një shamë, që numër 2 e keni një shamë adekuat që ka dalë, madje ku përpjos. Numër 3, jo më numër 2 nëse zgabaj. Okej, numër 2 3 njëjtës, një pjesë. Edhe herën e dytë ka pasur më shumë poshtë. Vjosa Osmani ka insistuar, nuk e di çu kanë shku negociata, po ka insistuar me pas pozitën 1, 3 dhe 4. A di pse? Se po bregosni... Ka insistuar me pas pozitat 1, 3 dhe 4. Se po bregosni si masiush për disfatën elektorale që ku me pësu Vjosa, masi për dini që... Po jo për subjekt e analizës, na jena këtu për me analizu dhe qeshtje. Ta është zhvip se përshijet kjo, si sistematizimit të në. Na jena këtu për nivo dhe analizë. Ty kur po thu, e kom ditë ma herët që kanë me donë, është këtë cish normale. Me posi informohet që disa deputet mujnë me donë një parti tjetër. Këtë kam thonë në presinge, kam thonë këtë qeshtje. S'kam full me emna, kam thonë s'kam full me emna njerë, po kam cek presinge, kam cek. Kur një epitetin oportunista, ja po më nënaj parot mujtë ka qërën bëvë është burri mira, atë që po të një me thonë me që tonë, që jetë o statufci, Albina, Haxhiu e tjetë janë oportunista, tash kjo parok mujtë ka i tjetë që i porin për të vendosë janë bashkëmija, sot ka po të një me thonë. Kjo oportunista është kesh për ta. Oportunizëm me thonë parti opozitore. Ama, hajde këthena në gjuhën që po e thonë këta. Nëse këta në oportunista dhe din ku shkon pushteti, atë lajmë kesh për ta. Se oportunista shkojnë të sukseshme. Këj vjanë që në Vjosa Osmani, ko ka shumë sukseshme. Se oportunistat mas vetë. Këta menojnë qështu, unë jam 100% i bindë që kom e ndodhë, qyshu ka ndodhë atë në të Oportunisti uran ku dërshtim me vetën. Oportunisti nuk shkon të humsi. Oportunisti shkon veç ku ka fitore. Nëse këta 3 persona janë oportunista, zonja Osmani ko ka presidenti arshme. Pas kam i fitu zhjetët. Presidente në qitë botë janë, ashtë në botën tjetër. Pa të këta janë oportunista, atër jeni ku dërshtim me vetën. Jo, oportunista ata është në aspektin që këta mendojnë që ashtu. Këta mendojnë që Vjosa Osmani ko marrë për tetë edhe i rrinë. Ne drejtë ty në bërshme me lëma. Me thonë oportunista, më shku të humëse. Këta menojnë se do të me denigru që Haxhi Abdyli mendojnë që këta 3 i ka 180.000 vota. Haxhi Abdyli mendojnë, sot e ka shpreh publikisht këtë qeshtë. Haxhi Abdyli mendojnë që i ka 180.000 vota, edhe bashkë me Vjosa Osmani ta mendojnë që kanë më marrë pushtet. Kjo është arsyeja pse këta janë oportunista. Ndërsa unë kam kallëzuar se atë edhe përmes rrjeteve sociale që këta s'kanë më marrë çat pushtet, kanë më përfunduar një ajë. Na shta nishin në 38 o menu që në 2021 dhe një vota Vjosës Osmanit, në 2025 nuk demantua ja u të shmuzhe votat e Bizeta Hajdori, Almed Muja, fatën peci që rinë atë. A nuk janë oportunista këta? Qka janë këta? Jo, këta janë parimor. Gjdo njëri që e kritikon Albinin, pa asë nuk o Jezë Kresht, asë Muhammed, asë Korxhan, nuk është kodri, gjdo kush me doli partisë tina.